Mirdita të gjithëve, çfarë po ndodh në Iran? Amerika po përgatitet për betejën e madhe, ndërsa nga ana tjetër Kina po përgatitet duke kontrolluar ujrat. Disa thonë që janë vetëm teste, por çfarë po ndodh? Sepse nga ana tjetër, nëse keni vënë re, Turqia duket sikur është një vend asnjans dhe po e kritikon luftën. Pra çfarë po ndodh? Ndiqeni me kujdes sepse le ta diskutojmë, me sa duket gjërat po shkojnë drejt asaj që quhet escalation ose më mirë efekti domino. Kush është rastisht nëse nuk e ka bërë bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Shikoni, mos kujtoni se Donald Trump nuk mund të fitoj luftën. Të dini që Amerika ka një arsenal jo vetëm, por ka dhe një mënyrë lufte që mund të shkatërroj një vend ose ndoshta edhe 10 vende ose ndoshta edhe gjithë botën brenda një jave. Por deri tani nuk ka marrë masa, sepse nuk ka dërguar as trupa, nuk ka dërguar as arsenale, gjëra të vogla, dhe si thot dhe Donald Trump, unë nuk dua të kaloj, thot, si ai thot që të kujtohem më vonë, si ai thot që dha urdhër për të sterminio, për të shkatëruar ose mirë për të shfarosur gjithë popullin iranian. Pra nuk dua, thot, që t'jem të klasifikohem, thot, në të ardhmen si një i tillë. Nuk e di, më kuptoni apo jo, janë disa fjalë që dikush duhet t'i kuptoj. Kush kupton nga lufta dhe kush kupton nga lëvizjet. Sot gjendemi në një periudhë vërtet delikate, sepse nëse keni vënë re, sot mund të t'japin një medalje, por nesër mund ta heqin medaljen dhe mund të klasifikojnë si një Hitleri i dytë. Dhe Donald Trump këtë po kërkon të bëj. Pra po mundohet që të japi maksimumin që mos të ketë një konflikt që të shfaros popullin e thjesht. Deri tani kanë humbur jetën nga ushtarët amerikan rreth 1200 ushtar. Pra merreni mend, nëse do të ishte një luftë e fortë, nëse do dërgonte trupa, sa njerëz mund të humbnin jetën. Por nga ana tjetër në Iran, përveç ushtarëve, oficerëve, generalëve etj, kanë humbur jetën me mira. Dhe kjo ishte vetëm në momentin e parë, sepse me kalimin e kohës, nëse keni vënë lajmet, nuk kanë humbur jetën shumë njerëz të thjesht, po normal edhe njerëz të thjesht kanë qenë me mira, por kjo për të kuptuar që nuk kanë qenë të intensifikuara ato forcat në Iran nga ana e Amerikës. Dhe Donald Trump ka dërguar 15 pika. 15 pika që Irani i ka shtyr, me i fjalë nuk i ka pranuar që të 15-ta. Pra nuk ka pranuar asnjë nga këto pika dhe vazhdon akoma nga ana e tyre që të bëjnë atë që bëjnë. Pra ata po e vazhdojnë këtë luftë si e din iranianët, me pak fjalë, sepse është e njohur që iranianët janë që nga kohrat e lashta janë luftëtar. Në fakt, askujt nuk ja priste mendje që të arrinte deri këtu kjo luftë, sepse të gjithë mendoni që mund të përfundonte brenda një jave. Dikush thoshte që hajde brenda 2 muajve, por nuk ja priste mendja që të vazhdohesh në këtë siç kemi arritur deri sot. Bile mbrëm, me sa lexova, kanë qelluar me drone Irani edhe një anije turke. Një anije turke që kishte për detyrë të merrte naftën për hir të Rusisë, ta merrte dhe ta çonte në Rusi. Dhe është qelluar dje. Kjo është një le të themi një lëvizje shumë e rrezikshme, sepse nga ana tjetër Erdogani, jo vetëm Erdogani, por edhe Turqia është shprehur që nuk duhet që Irani të ngacmohet nga këto konflikte që nuk kanë të bëjnë me popujt arab, ose në këtë rast me popullin me Turqinë. Dhe në qoftë se nuk do pranohen këto 15 pika, ashtu siç ndodhi që nuk do pranohen, atëre Donald Trump ka deklaruar publikisht, sepse ai këtë kërkon. Ai kërkon që bota t'i japi aprovim. Me fjalë që ta aprovoj bota. E shikoni, unë i dërgova 15 pika, Teherani nuk pranoi asnjë nga këto 15 pika dhe unë jam i detyruar që ta sulmoj. Pra, ky është, nëse keni kuptuar, thelbi. Dhe mendohet që së shpejti
Amerika do të dërgojë jo vetëm trupa, por e arsenale. Bile fillimisht arsenale dhe pastaj trupa. Tani, nëse ndodh kjo, ju garantoj që gjendja do të përkeqësohet akoma më shumë. Nga ana tjetër, siç po thosha, Kina ka vajti 3 muaj e gjysmë që po kontrollon nën ujrat. Në të gjitha vendet ka shkuar deri në Malezi, bile edhe deri në Alask, në të gjitha deri në Indi, pra të gjitha ujrat nën oqeane, nën dete, po i kontrollon. Ata e kanë cilësuar si një ekspedit për kërkime, për studime, por nuk është kështu, sepse duhet të dini që rreth 70% e planetit është ujë dhe ne nuk e njohim fare ujin. Dhe ndoshta kinezët kanë, sepse kinezët janë zhvilluar shumë. Nuk janë ata që mendojmë ne, janë shumë të qetë, nëse keni vënë, nuk flasin shumë, nuk flitet shumë për ta dhe janë përgatitur shumë. Dhe kjo mund të jetë një përgatitje e madhe, sepse ti duke mos njohur ujrat, ti nuk di se çfarë bëhet në ujra. Bile sinjalet në 9 metra nuk mund të arrijnë. Dhe kjo krijon një problem të madh. Merreni me mend, në të gjitha këto vendet ku ka shkuar Kina, me fjalë që po bëjnë këtë studimin në New York, ka muaj po flas, askush nuk e di përveç kinezëve. Pra, sot duhet të dini që në çdo studim që ti bën, qoftë kjo për shembull në ujrat indiane, në ujrat Malezis apo qoftë edhe në të Alaskës, janë vende që disa vende janë dhe asnjanse dhe dikush duhet të marri pjesë në këto studime, pra dikush që është asnjanës, sepse thot pse duhet ti të shkosh atje, për çfarë arsye. Pra sot gjendemi sepse planeti Tokë që kur u bë marrëveshja, është i të gjithëve dhe secili duhet të njohë të vërtetën e tjetrit, sepse ndryshe duhet mos të kemi surpriza. Kjo është me pak fjalë ajo që thon në këtë marrëveshje që është bërë. Por me sa duket, Kina po fshihet shumë mirë, sepse Kina publikisht thotë që ne po bëjmë vetëm studime. Po sikur të kenë krijuar disa teknologji, disa forma që mund të për luftë kjo, që mund të destabilizoj gjithë planetin. Po sikur. Shiko, duhet të dini që në vitin 1980 e ca, është bërë një studim. Është bërë një studim për sa i përket ujrave, që me anë të një rezonance, ujrat, me fjalë nëse ishte një ide në atë kohë, dhe mendohet që në vitin 2012-2011 është vërtetuar në mënyrë shkencore që mund të jetë mundshme një gjë e tillë. Çfarë? Me anë të një sistemi, ujrat, lëvizja e ujrave, jo të tërmeteve, po flas vetëm të ujrave, me një vibrim mund të shkaktoj dëme të pariparueshme, jo vetëm të përmbytjeve, por edhe brenda një sistemi. Për shembull, nëse ti gjendesh në një sistem, në një anije, në një nëndece, në një ku të duash ti, vetëm në atë vend me anë të ujrave mund të fundosi. Pra mund të shkatërroj, mund të shtypi, mund të bëj çdo gjë. Pra mendohet që është krijuar një sistem i tillë dhe e ka krijuar Kina, të paktën kështu thuhet, në vitin 2011. Dhe kjo ishte studiuar fillimisht, siç thash, në vitin 1900 e ca nga studiues shkencëtar amerikan, po siç bëjnë gjithmonë kinezët, ata shpikin çdo gjë, shpikin në mënyrën e tyre. Dhe po thosha, po sikur të jetë një gjë e tillë, po sikur Kina po përgatitet për një luftë të madhe. Të mbani mend që Kina, përveç Rusisë e të gjitha vendet tjera, sepse në bashkëpunim mund të jetë Kina, nuk mund ta bëj vetëm këtë. Ata janë në gjendje, pra gjitha ajo forcë që gjendet aty janë në gjendje që të destabilizojnë jo vetëm gjithë planetin, por edhe ta shkatërrojnë atë vetëm duke prekur ujrat. Pra çfarë po ndodh nën ujra dhe pse kinezët kanë muaj që kërkojnë në ujra, çfarë po kërkojnë, ose çfarë mund të kenë instaluar brenda ujrave që nëse ndodh një luftë nesër, çfarë do të bëhet. Shiko, ka gjasa që mund të jenë ndërtuar dhe disa rjeta jo të bërë si rjeta kështu, por rjeta të disa force, disa teknologjie brenda ujrave që e bën të pamundur me fjalë kalimin e nëndeceve ose të çdo mjeti në atë territor ku ata vendosin këto. Tregohet që është
është kështu, këto janë teori konspirative. Megjithatë, situata është tepër në tension, sepse intensionuar, do thosha, sepse në këtë periudhë Amerika, në qoftë se e përsërisë një herë, Amerika nuk është futur ashtu siç duhet. Ndonse Irani është përballur mirë deri tani dhe ka ecur përpara, por të mbani mend që gjendja nuk është as pak e mirë. Dhe kam frikë se efekti domino, në qoftë se do të shkaktohet efekti domino, do ta përfshi gjithë planetin dhe ky do të ishte vetëm fundi i njerëzimit. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këto diskutime të fundit. Nëse keni të reja, do t'ju lutesha të diskutojmë këtu së bashku, shkruani komente, sepse kam vëre që tashmë këto diskutime tona kanë hapur edhe diskutime më të gjera që na informojnë në radhë të parë dhe dim se si do të sillemi nesër. Ju përqafoj dhe kalosh një ditë të mbarë.